Selman El Farisi ka transmetuar fjalën e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Hasani dhe Hyseini janë bijtë e mi. Kush i do ata të dy, më do dhe mua. Kush më do mua, e do Zotin e madhëruar, dhe atë që Zoti e do, e fut në xhenet. Kush i urren ata të dy, më ka urryer mua, dhe kush më urren mua, ka urryer Zotin, dhe atë që Zoti e urren, e fut në xhehenem. Këtë vend të veçantë zinte Hyseini në zemrën e profetit Muhammed. Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe, pasi ai u rrit në shtëpinë më bujare, më fisnike, më famlart, në shtëpinë e profetit Muhammed. Me atë personalitet të lartë që kishte, me pozitën e lartë që zinte në shoqëri, Hyseini u bë fuqi ndikuese në ndërgjegjen e historisë islame. Myslimanët besojnë në dashurinë për Ehli Bejtin në përgjithësi dhe në dashurinë për Imam Hyseinin. Ata e donin Hyseinin, e duan dhe do të vazhdojnë ta duan atë, sepse ai është prej imamëve me preardhje nga Ehli Bejti, i pastër i profetit Muhammed. Prandaj, vrasja e tij është fatkeqësi dhe humbje për të gjithë ummetin islam, jo vetëm për një pjesë të myslimanëve. Për këtë, është detyrë të gjithë myslimanëve që ta kujtojnë Imam Hyseinin, paqja qoftë mbi të, sepse ai nuk është pronë private e askujt.